Përshëndetje, sot do të përgatis patlıgjana dhe këpurdha të mbushura, një recetë lehtë për të përgatitur dhe me plot vlera ushqyese. Marrime 3 patlıgjana dhe i pastrojmë mirë, ja heqim pjesën e gjelbërt dhe këta tani i ndajmë në gjysëm. Pastaj i bëjmë disa prerje në mënyrë që të depërtojnë bibernat dhe krypra, si dhe të piqen më lehtë. Tani marrim tepsien dhe i renditim në tepsi. I qesim krep, piper të bardh, piper të zi, si dhe i qesim vaj të ullirit, dhe i shtim në forë të ngrohur në 200 gradë për 40 minuta. Tani marrim gjysmë kilograme mish të bluar, 2 qep 4 thelbi hudre, 2 lugë gjelle pure të domateve dhe 400 gram domate të bluara. Në një tigan tani hedhim vaj të ullirit, i shtojmë qepët e grira, i shtojmë 4 thelbi hudre të grirë dhe këto i fërgojmë derisa të zbuten. Tani ja shtoj mishin e bluar. Edhe mishin e bluar e fërkojmë së bashku me qepët. Natyrisht duhet të qesim krep edhe biberna sipas dëshirës. Ja shtojmë purën e domateve, si dhe domatet e bluara, 400 gram. Dhe tani këto i lëm që të fërgohen dhe të zihen. Në fund i shtojmë edhe erza të përzijera, gjithmonë sipas dëshirës juve, ato që ju pëlqejnë natyrisht. Edhe tani i lëm që të zihen për afërsisht të gjysmë ore. Patlıgjana tani janë të zbutur, me anë të lugës i bëjmë disa thellime, si që shihni në video, dhe i mbushim me mish të bluar, që është natyrisht është i zier. Këto tani i mbulojmë me feta të holla të mozzarellës, është një djath shumë i shishëm.